Përshëndetje të gjithëve, sot dua t'ju marr në një tjetër seri të Get Ready with Kay, por sot do vemi gati për të dalë për darkë këtu në Stamboll. Unë skincare-in e kam bërë, e kam përfunduar, e kam hidratu fytyrën time dhe kam bërë dhe flokët, domethënë me kaçurrela. Morën goxha mirë këtë herë. Nuk do lyhem shumë sot, sepse nuk është se kam aq shumë qejf të lyhem, po do bëjmë një gjë minimale, po dhe të bukur. Unë këtë video do ta ndaj në dy pjesë. Pjesa e parë do jetë e make-upit, pjesa e dytë do jetë outfit dhe dua t'ju tregoj pak për vendin ku do shkojmë apo do kap ca klipe të vogla, domethënë. Unë qerpiket i kam të vënë, edhe vetullat i kam bërë laminim me një set që kam marrë në Temu, kështu që për këtë pjesë jemi në rregull. Foundation nuk do përdor dhe do përdor concealering të Maybelline Multi-Use numrin 04, i cili më rri shumë mirë tani që jam nxjerr. Për kontur do përdor këtë nga Douglas që e kam marrë tek 1.1 euro, po ka super shumë pigment. Mjafton kaq. Megjithëse kjo është shumë, po që anyway. Kam një blush nga Wet n Wild, e kam pluhur dhe është në shadin Pinch Me Pink. E kam bler këtu në Turqi dhe ka pak xixa, nuk ka shumë pigment, domethënë që të mos ta komandosh dot. Të gjitha produktet që kam përdor, dhe u lë me emra dhe me shade poshtë, që mos më pyesni kot nëpër komente dhe mos të lodheni. Ne akoma nuk i kemi ndasë se ku do shkojmë, po që do ta merrni vesh në partin e dytë.